As 3 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë, deputetët nuk kanë gjetur dakordsi për konstituimin e kuvendit. Edhe në seancën e 12 që u mbajt këtë të mërkur, procesi dështoi me Albulena Haxhiu në emër i propozuar nga vetëvendosje, e cila nuk mori votat e mjaftueshme për t'u zgjedhur. Seanca e fundit vjen pas disa lëvizjeve nga subjektet politike për të gjetur një zgjidhje. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti dërgoi 2 ditë më parë një ftesë lidhjes demokratike të Kosovës për të bashkëqeverisur. Ftesa u refuzua nga LDK, e cila tha se nuk do të bashkëpunonte me Kurtin, por ju kërkoi partive të tjera shqiptare të nisin diskutimet për një qeveri tranzitore. E kemi thënë, nuk jemi të interesuar të kemi një qeveri me lëvizjen vetëvendosje. I kemi ftuar të gjithë, i mirë presim qoftë se vinë dhe ulemi, nuk kemi vendosur asnjë kusht, sepse gjithçka do të jetë subjekt i diskutimit në këtë rrjedhë të përbashkët. Nga lëvizja vetëvendosje kanë konsideruar propozimin e LDK për qeveri tranzitore si jo serioz. Ne kemi ofru bashkëpunim politik, siç e dini, pra kemi ofru fillimisht bashkëpunim për konstituim të kuvendit, është refuzuar. Ne ftuam LDK-n që të bashkëpunojmë edhe kemi bashkëpunim edhe politik. Megjithatë e pam që dikush si Lumir Abdigjiku, që në vazhdimsi ka thënë se nuk është i interesuar për zgjidhje afatshkurt, por për një qeveri stabile që çon mandatin deri në fund, ishte pikërisht ai që refuzoi këtë ftesë për një qeveri afatgjate dhe propozoi që të ketë një qeveri tranzicionale. Partia Demokratike e Kosovës, e cila doli e dyta në zgjedhje, bëri të ditur se zgjedhja e ngërçit politik bëhet e mundur përmes ndryshimit të kandidates për kryetare të kuvendit, ndërsa nënvizoi se është e hapur për të diskutuar propozimin e lidhjes demokratike. Limaj dhe Haradinaj gjithashtu kanë thënë se do t'i përgjigjen ftesës së Abdigjikut.